zgjohu, o shqiptar. Në një kohë kur mediat shqiptare kanë tradhtuar misionin e tyre të shenjtë për të mbajtur qytetarët të informuar, e kanë lënë popullin në errësirë, të verbër e të heshtur, ne, qytetarët, kemi një detyrë më të madhe se kurrë. Të bëhemi zëri që nuk duan të dëgjojnë. Mediat tona sot janë kthyer në zëdhënëse të qeverisë e të politikanëve të korruptuar. Në vend që të ngrinin kauza, të nxirrnin në dritë krimet dhe hajdutërinë e atyre që na qeverisin, ato bëjnë lajka, mbulojnë të vërtetat, e bëhen mburoj për korrupsionin dhe padrejtësinë. Por sot, ti, qytetari thjesht, ke një armë më të fuqishme se kurrë, zërin tënd. Mund të komentosh kudo, tek postimet e Edi Ramës, tek profilet e çdo politikani tjetër, duke u kujtuar atyre që jeni duke i ndjekur hap pas hapi, që nuk do i lini të qetë, që nuk do të heshtni më. Sepse rehatia e tyre është parehatia juaj. Në një tryez të fshehtë, atje në cepat e errët të politikës së kalbur shqiptare, është vulosur fati i këtij vendi. 100% është vendosur që Sali Berisha, kjo kokë e kalbur dhe e vjetruar e politikës shqiptare, nuk do e ketë mundësinë të fitojë zgjedhjet e ardhshme, qofshin ato lokale apo kombëtare. Për një arsye të thjeshtë, zotëria po mbush 84 vjeç, ndërsa Edi Rama do të jetë 64. Kjo tregon se diku thellë është vendosur një pazar i pistë, Berisha të fitoj sa të pasuroj trashëgimtarët e tij, dhe Rama të vazhdoj të qeverisë edhe për 8 vjet të tjera. Nëse ne qytetarët nuk zgjohemi sot, nesër do të jemi të vdekur në këtë tokë të bekuar nga Zoti, por të mallkuar nga vetë ne që kemi heshtur. Bojkoto televizionet e cenzuruara të qeverisë. Bojkoto faqet online që i bëjnë lajka qeverisë dhe politikanëve të korruptuar. Duke i bojkotuar, do të ngriheni vetë në piedestal dhe do të ndërtoni Shqipërinë që meritoni. Bojkoto qendrat tregtare, bojkoto marketet e mëdha që i mbushin xhepat oligarkëve dhe bli vetëm tek dyqanet e vogla të lagjes ku banon. Vetëm kështu mund të forcosh ekonominë shqiptare, vetëm kështu mund të krijosh vende pune e të mbështesësh prodhimin vendas. O shqiptar, sot ka ardhur koha të zgjohesh. O qyqar, ngrihu. Mos ja lër Shqipërinë këtyre hajdutëve të vjetër që duan të varrosin të gjallë. Toka është e bekuar, por është mallkuar prej nesh që kemi heshtur shumë gjallë. Koha e heshtjes mbaroi. Koha e revoltës ka ardhur.